Jam këta timet e Tiranës, zoti kryeministër. A mund të morësh masa për këto njerëzit? A mendon që nuk i del një rrog 400.000 lekëshe, 500.000 lekëshe? Ç'a të bëj unë? I kam drejtën time për punu dytone se nuk më del një rrog. Si më ka ardhur kjo taksa mbi tatim pagë, që më deklarot paga, më deklarot 800.000 lekë vjetra, edhe vina jetit paguajt 800.000 lekë në vit. Urdhë zotërin nderuar. Që është kjo taks, më valla? Që është kjo taks, më valla? Që është kjo taks, më valla? I thu dhe njerëzve nga Greqia, hajde në Shqipëri se e ke rrogën 3.000 euro. Ku ne po punojmë me mbetjet urbane, ke Eko Tirana, që po punojmë ne, ke 100% mikrobi dhe vina jetit paguaj dhe taks atje, është turp. I bëj thirrje shtetit shqiptar të mori masa për këtë çështje.